Reforma në drejtësi e projektuar si një nga ndërhyrjet më të thella në historinë institucionale të vendit, duke se ka krijuar një efekt papritur. Ka fokusuar pothuajse të gjithë vëmendjen publike, mediatike dhe politike mbi një segment shumë të vogël të sistemit, SPAK dhe GKK, ndërsa pjesa dërmuese e drejtësisë shqiptare vijon të funksionojë larg dritave dhe pa të njëjtin nivel kontrolli. Sot çdo hetim i SPAK kthehet në lajm të parë, çdo masiguri analizohet në studio televizive dhe çdo zhvillim në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ndiqet në koreale. Është krijuar një perceptim se betejë për drejtësi zhvillohet vetëm aty, por në të njëjtën kohë, një realitet shumë i gjerë dhe më pak i dukshëm mbetet jashtë këtij fokusi. Prokuroritë dhe gjykatat e rrethave, ku trajtohen mbi 99% të çështjeve në vend. Këtu na lind një pyetje thelbësore dhe ndoshta pak e pakëndshme. A ka krijuar kjo vëmendje selektive një hapësirë të rrezikshme për abuzim në nivelet e tjera të sistemit? Sepse ndërsa SPAK është në një mikroskop të vazhdueshëm nga mediat ndërkombëtare dhe opinioni publik, prokurorët dhe gjyqtarët në rrethe operojnë në një terren shumë më pak të ekspozuar. Dhe historia ka treguar se aty ku mungon vëmendja, rritet rreziku për abuzim. Nëse një prokuror i SPAK e di se çdo veprim i tij mund të bëhet lajm kombëtar, çfarë presioni real ka një prokuror në një rreth të vogël, ku vendimet kalojnë pothuajse në heshtje? Nëse një gjyq në GKK ndiqet nga gazetarët dhe ambasadat, kush po i ndjek me të njëjtin rigorozitet vendimet në gjykatat lokale? Kjo disbalancë, duke se krijon një paradoks të fortë. Sistemi më i monitoruar është njëkohësisht edhe më i vogël në volum pune, ndërsa sistemi që mban peshën reale të drejtësisë me miradosje konflikte civile, çështje penale të përditshme, mbetet në hije. Dhe kjo hije nuk është thjesht mungesë vëmendje, ajo mund të kthehet në terren të favorshëm për ndikime, për vendime të diskutueshme dhe për një drejtësi që nuk ndjen presionin e llogaridhënies publike. Në fund lind një tjetër dilemë. Apo ndërtojmë një drejtësi elitare që funksionon mirë vetëm në maj, ndërsa baza mbetet e dobët dhe e brisht? Sepse, nëse qytetari thjesht përballet çdo ditë me gjykatat e rretheve dhe jo me SPAK-un, atëherë perceptimi real për drejtësinë nuk formohet nga dosjet e bujshme, por nga përvoja e përditshme në këto institucione, që mbeten disi të padukshme. Dhe pikërisht aty, në këtë pjesë që nuk prodhon titull lajmesh, mund fshihet problemi më i madh në vendin tonë. Ne do të ndalemi për të trajtuar të tjera çështje të cilat lidhen me vendin tonë. Sonte në Sken Krimi un kam të ftuar avokatin Gylsen Zhlima. Zhlima, shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Dhe në lidhje direkte kam edhe avokat Leonard Karajn, avokat, shumë faleminderit. Atëherë, më dëgjon avokatë? Perfekt. Dua ta nisim së bashku, sepse çfarë ka ndodhur, duket sikur e gjithë vëmendja publike, politike, tashmë është fokusuar vetëm mbi prokurorinë e posaçme SPAK dhe gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, e cila përbën ndoshta vetëm 1% të dosjeve të vendit tonë. Çfarë ndodh me dosjet e tjera, të cilat janë nëpër gjykatat e rrethave dhe prokuroritë e rrethave, avokat? Çfarë ndodh? Ka një lloj amullie totale, ashtu si ku ndodh me gjykatën në tërësinë e vet. Sistemi gjyqësor nuk mund të ecim vetëm në një drejtim. Pra, sistemi gjyqësor është, sidomos ai penitenciar, pra penal, kërkon domosdoshmërinë si të gjykatës, si të prokurorisë, si të avokatisë, pra për të krijuar puzzle-in e vërtetë të një procesi gjyqësor. Në rast se nuk, pra çdon njëra nga këto, tre hallka, le të themi, është e pamundur që të vijë përtej. Unë besoj domethënë që nga eksperjenca e punëve të përditshme që kam nëpër prokuroria apo gjykatat e ndryshme të Republikës së Shqipërisë, vërej domethënë që është e njëjta problematik edhe për sa i përket prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, të cilat tashmë për afate ligjore as i bëhet fjalë, pra i kanë kaluar e stërkaluar, mundohen domethënë që të ruajnë sadopak caqet e kufirit maksimal të hetimit, por në shumicën e rasteve dalin dhe përtej, aq sa çështje penale të rëndësishme shkojnë mbi gati 2 vite fazë hetimore. Gjë që nuk ndodhte më përpara. Ose ka një amulli totale kur vjen puna tek hetimi në thelb i çfarëdo lloji çështje gjyqësore qoftë ajo, vepër penale apo jo, kur në shumicën e rasteve vërehet qartë që prokuroria shkon me pushim hetimesh
Dhe në të gjitha rastet, unë dhe kolegu e besoj e kuptojnë fort mirë, por për teleshikuesit ku shkon me pushimet time, do të thotë domethënë që prokuroria as e ka vënë ujin në zjarr fare për ta hetuar çështjen. E di se ndodh kjo? Sepse ai që bën, le të themi, denoncimin në prokurori ose në policinë e shtetit, sepse ka shumë raste domethënë të cilat veprat penale ose hetimet nisin nga denoncimi që vjen në policinë e shtetit, nuk thërriten fare që të pyeten nga ana e oficerit policisë gjyqësore ose nga ana e prokurorit. Dhe aty pastaj të lind menjëherë pyetja që thua, "Ore, çfarë hetimi pas ka bërë ky prokurori ose ky organ prokurorie në momentin kur atë që të cilin ka nisur këtë lloj procedimi, pra denoncuesin, nuk e ka thërret që edhe një herë vetëm që ta pyesin, "Ore, ke qenë në rregull me trut e kokës atë po e bëj banale histori." Shkon avokat, shkon dosja në gjykate pa hetuar? Po pra, këtë po të them. Pra, në shumicën e rasteve ku shkojnë me pushim çështje, në shumicën, jo gjithmonë, neve vërejmë që prokuroria nuk heton pothuajse fare në lidhje me atë dosje. Sepse kjo niset për faktin se nuk pyetet denoncuesi. Pra, çfarë ke hetuar ti në momenti kur atë të cilin e ka iniciuar, e ka vënë në lëvizje prokurorin, ti nuk e thret për ta pyetur. Kjo është të mërshme. Kjo është shumë e rëndë, domethënë vetëm kur e dëgjon. Mos u çudit sepse po të them unë domethënë që në prokurinë e Tiranës për shembull, cilën unë kam disa çështje, më kanë shkuar disa çështje gjyqësore me pushim çështje kur pala të cilë ka vënë në lëvizje policinë dhe prokurorin nuk është pyetur fare, po të them, aso është marrë që edhe një vetëm në telefon. Avokat mos po e bëjnë këtë për mos të pasur një numër të lartë dosjesh, po i shmangin kështu çfarë mund të shmangësh, mos ngarkohen me punë. Mendon është kjo arsye? Në qoftë se kemi një çështje gjyqësore penale që duhet verifikohet, duhet hetohet, atë nuk e anashkalon dot. Pra ata po bëjnë dhe këtë? Po edhe për këtë çështje, pse çuditesh, domethënë e bëjnë edhe e bëjnë kështu mirë fare. Dhe problematika që kemi neve në fazën e timore është e jashtëzakonshme sepse ne kemi një trup hetuesish në shkallën e parë, pra në jurisdiksionin e përgjithshëm, pjesa më e madhe e të cilëve, nuk po them të gjithë, sepse s'dua ta hiperbolizoj gjën, pjesa më e madhe të gjithë janë shumë larg të qenit profesionist modest. Unë gati i shikoj si tip gjobaxhish ose persona të cilët domethënë bëjnë punën në thojza të keqe, të sekserit midis denoncuesit dhe organit të akuzës. Dhe kur dëgjoj shpesh herë pastaj që anatemohet trupa e avokatisë, dhe këtë nuk duhet të bëj avokatin e avokatit, por sepse ne jemi 15.000, 17.000 avokatë gjithë Shqipërinë dhe ndër gjithë këtë trup të madhe avokatie sigurisht që mund të kesh edhe njerëz të cilët domethënë nuk e bëjnë ashtu siç duhet profesionalisht për profesionin e avokatit, por ama në 17.000 mund të gjesh goxha drurë të shtremat, por në 300 prokuror edhe 300 oficerë policisë gjyqësore të gjesh kaq shumë personazhe të cilët përfliten për seksellëqe, atëherë është pastaj diferenca në përqindje shumë herë më e madhe tek organi i akuzës dhe tek profesionaliteti të cilin këta gjasme kërkojnë tek sistemi jon gjyqësor. Faleminderit Nard, do rikthehem sërish. Zhvima, tani çfarë po ndodh? Kush e mbikëqyr këtë, domethënë gjithë këto problematikë që shpjegoi Nardi, kanë përshtypjen, ti e kupton shumë mirë. Jeni të dy avokat. Kush e mbikëqyr këtë prokurorin e rrethit të gjyqtarët në për? Unë e kuptoj dhe unë e kam diskutuar vazhdimisht këtu edhe kam gjetur oponencën dhe kundërshtimin tënd për reformën në drejtësi, që ishte një reformë e cila shpiku këto anomali që i citojmë përpara kolegu, që mos të përsëris kolegun, thjesht unë dua të shtoj tek ju disa fakte të tjera të cilët kanë lidhje edhe me ato që tha kolegu. Reforma në drejtësi nuk u bë me plan shpëtimin e qytetarëve shqiptar nga hallet e sistemit drejtësisë apo mosmarrveshjeve civile, penale dhe administrative. Reforma në drejtësi nuk u bë për të arritur qëllimin që të kemi një drejtësi efektive, një drejtësi e cila të jetë në aspektin e dhënies së drejtësisë brenda një kuadri të drejtë kushtetues dhe legjislativ. Dhe reforma në drejtësi nuk u bë për qytetarin e thjesht për të kuptuar ai se si duhet të ketë akses në drejtësi, por u bë vetëm me një qëllim, që nëpërmjet spakut të sulmohet klasa politike,
të bëhet sikur po sulmohet korrupsioni, ndëshkohet korrupsioni, kapet korrupsioni, të bëhet sikur bandat kriminale, organizatat kriminale do arrestohen, do kapet, do konfiskohet pasuria e tyre, çdo gjë do vi në rregull dhe do kemi, do thoya, një ndëshkim gjyqësor, pra penal në aspektin penal, dhe gjitha kjo është një mashtrim. Dhe unë kam thënë pikërisht tek ju, kjo godina këtu përfaqëson sot reformën në drejtësi dhe jo hallet të vërteta që kanë qytetarët që nuk marrin një rrugëzidhje. Po thua që një pjesë kjo godina këtu, ky institucioni që po citoni këtu, Spaku, është ajo që unë kam thënë vazhdimisht dhe e them. Për statistika, sot qytetarët shqiptar presin drejtësinë e vonuar. Pyetje, avokat. Ju mendoni që të paktën gjithë këto goditje që janë bërë, se unë jam shumë dakord me si godite, jo, më lër vetëm një moment të bëj pyetjen. Unë jam shumë dakord kur ne bëjmë këtë ndarjen, se unë pikërisht prandaj kam bërë thelbin e emisionit për të bërë ndarjen me qytetarët. Se çfarë është Spaku? Drejtësia është një, nuk ekziston ndarje. Po pra, po ka ndodhur kjo dhe unë këtë. Jo, unë s'dua ta pranoj këtë, se unë si profesionist nuk e pranoj. Po ti pranon me argumentat që jep. Jo, nuk e jap kundër. Pra, reforma drejtësi ka prodhuar këtë ndarje. Pra, jo, reforma drejtësi ishte një. Jam lër të bëj pyetjen. Po pra, reforma drejtësi ishte një për të gjithë sistemi gjyqësor në Shqipëri. Po, të drejtësisë. Po, zakonshëm dhe të posaçëm. Po çfarë ndodhi? U bën ndarje, pra, gjithë fokusi është vënë tek Spaku, gjithë vëmendja mediatike, fokusin e bëri Partia Socialiste për të kapur Spakun dhe Spakun e kapi 2022-2025 duke vendosur zotin Dumani, kryeprokuror i cili merrte autorizim në emisione televizive për zotin Ahmetaj dhe me rastin e zonjës Balluku çfarë mori nga zoti Rama, zoti Brau tani që është kryetari i Spakut, refuzim absolut. Pra, e kuptoni, kjo është drejtësia. Po mirë, për këtë drejtësi flasim. Jo, çfarë faji ka Spaku? Pra, që përfaqësohet nga Spakun ja dhash Altin Dumanit, Spakut reforma në drejtësi, mashtrime të radhës, dhe sot ju më thoni mua për dosje të cilët qytetarët shqiptar kanë probleme. Drejtësia është një, reforma është një për të gjithë. Ju e shikoni që procedimi penal ndaj zonjës Irena Gjoka u pushua nga Spaku? Pra, pse duhet pushohet nga Spaku ky procedim penal dhe mos të gjykohet ashtu siç e normo vet gjykata e lartë e cila thot nuk pranohet në disa raste të vendoset pushimi i procedimit penal. Pra, pushimin e procedimit penal për zonjën Irena Gjoka e bëjmë ndryshe, se na leverdiste për rastin e Mediut, na leverdiste me rastin e zotit Berisha, na leverdiste me rastin e zotit Meta. A kjo është drejtësi tjetër? Nuk e pranoj këtë si faktun. Është e njëjta drejtësi. Si me gjykatën e lartë që ke ministra dhe militant partie që ke sot antar të gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese, dhe sot pikrisht themi jo të bëjmë një diferencim midis dosjeve të qytetarëve të zakonshëm dhe atyre të posaçëm. Pra, ne kënaqemi për statistika nga Spaku dhe nuk hidhërohemi nga ajo që ne themi vazhdimisht që qytetarët shqiptar nuk marrin rrugëzidhje tek hallet e tyre. Se kjo është drejtësia. Shiko, domethënë, ajo që dua të bëj sonte me të dy të ftuarit, pra me të dy avokatët, edhe Leonard Karajin dhe Gylsen Zhlimin, është të kuptojmë se çfarë po ndodh realisht me të gjithë procesin e sistemit gjyqësor, pra që nga nisja e tij deri në këtë moment. Përse duket sikur kemi, le të themi, një drejtësi e ndarë në dy standarde. Një për elitën e botoskrimit edhe elitën politike, dhe pjesa tjetër për qytetarët. Si e kupton këtë ndarje në art? Po kjo në Shqipëri është faktike. Pse them në Shqipëri dhe jo në vendet e tjera, sepse unë nuk shikoj një drejtësi le të themi perfekte, sepse nuk e gjej dot, ndoshta po e mendsoj Danimark, Finland, Norvegji, Island, këto vendet e baltike apo vendet skandinave mund të ketë një lloj drejtësie reale. Kurse gjithë pjesa tjetër e botës nuk besoj domethënë që mund të kërkohet drejtësi perfekte. Por ama ka një problem shumë të madh domethënë që të duhet ta cekim për shqiptarët. Neve merremi në pjesën më të madhe të kohës. Dhe këtu nuk do të ndryshoj tempin e emisionit, po flas për gjëra konkrete, që flas për masën. Në shumicën e rasteve për ty Andi dhe për gjithë kolegët e tu është më joshse kur bën biseda apo debate që kanë të bëjnë me funksionar të lartë politik, me Spakun, me GKK-on, sepse ato gjykatë kushtetuese, sepse ato kanë dhe le të një lloj feedbacku të lartë, le të themi. Por ne harrojmë një gjë shumë të rëndësishme. Drejtësinë për masën e madhe të gjerë të popullatës.
u bë një reformë në drejtësi me idenë domethënë që këtu do kishte një drejtësi cilësore. Pas 8 vitesh ne jo vetëm që nuk kemi drejtësi cilësore, por nuk kemi drejtësi fare. Në tërësinë e vet po flas. Se nëse ti shkon dhe ke plot 200.000 dosje në stok, atëherë do të thotë domethënë që ti ke një problematik shumë të madhe. Të tregoj një rast domethënë që real po ta them. Javën e shkuar isha në një gjykim civil në gjykatën e Durrësit. Po? Me gjyqtar, ai më tha mos ma thuaj emrin, ishte bisedë shumë konfidenciale, po unë nuk kam turp t'ia them emrin sepse po flasim për një gjë pozitive. Olti Skrame, për mendimin tim një gjyqtar profesionist shumë i mirë. Po? Shumë i mirë. Kur them shumë i mirë, e kam konsideruar të tillë profesionist dhe kur ka dhënë vendim kundër. Okej. Ka dhënë vendim kundër. Pra e lexoj profesionalizmin. Ka qëndruar mbi palët. Po, dhe i thash, o gjyqtar, thash, ke një 2 çështje të cilat ti kam referuar unë në gjykat, që ka një vit tash unë aty të dalin në datë gjyqi, dhe di cila ishte përgjigjja, tha, avokat, tha. Atëherë tha, për vitin tha 2024, u dhuro tha ja ku i ke këtu të shkruara, unë tha kam pasur në dorë, kam nxjerr 1322 dosje. Pra 1322 çështje gjyqësore. Kurse tha për vitin 2025 kam patur 1252. Pra, e kuptoni se për çfarë gjyqtari po flasim, kur mesatarja në Bashkimin Evropian për një gjyqtar nuk shkon më shumë se 220-250. Kurse për mesatarja përpara se të vinte reforma në drejtësi në Shqipëri, nuk shkonte më shumë se 350-400 dosje në vit për gjyqtar. Pra i bie nart me llogaritë mia, me llogaritë mia po them unë 280 ditë pune, po llogaris me gjithë ditët e pushimit që po e mora mesatare se nuk e di fiks tash, po rreth 280. Pjesëtim për 1300 që është aty bie diku tek 5 çështje në ditë nar. 5 çështje në ditë. Se ti harxhon një gjë, një çështje gjyqësore nuk më marron me një çështje. Ti do shkosh të paktën 7-8 herë, 10 herë për një çështje gjyqësore. Aq i shtohet tek radha e dosjeve të tjera. Se ti i mat kështu, kurse unë po të them dosje, unë nuk po të them seanca gjyqësore. Një dosje mund të shkoj 3, 4, 5, 7, 10 seanca gjyqësore. Tani shumë zoj me një mesatare me 5, po të them unë. 1300 herë 5 se sa të shkojnë, edhe ti mendon domethënë se çfarë punë. A e kupton ti që një gjyqtar sot bën 10, 12, 15 gjyqje në ditë? Në ditë. Pra, ata po flas për ata gjyqtarë të cilët janë profesionistë dhe avokat, ka kohë fizike të shqyrtosh ti si avokat, si palë mbrojtëse, më lër të bëj pyetjen. Si palë mbrojtëse, më ke mua klient, a ke kohë të arsyetosh ti kur ky gjyqtari dhe ky gjyqtari ka 10 çështje në ditë, 8 orë pune që janë aty. Ke kohë ti ta tezaurosh ato faktet? Më dëgjoj. Këtë disha them, por ke shumë drejt. Nuk ndodh pra. Domethënë ti nuk mund të kesh një drejtësi cilësore në këtë lloj aspekti. Fare më zero sepse ata nuk mund të hapin dot dosjen për ta lexuar. Dhe jo më ti kërkosh domethënë që të jetë cilësor në mënyrën e arsyetimit. Për më tepër që kjo drejtësia e re është bërë shumë herë më shumë burokratike edhe tek arsyetimet e vendimit. Nëse më përpara neve kemi pas një arsyetim vendimi të thjeshtë, por ligjor, po them që nuk ishte ligjor, 5-6-7 faqe, pra thelbi i gjës, sot ti dhe për një zgjidhje martese ke 30 faqe arsyetim. Po ku e gjejnë kohën ti shkruajnë duke pasur kaq gjyqe? Hajde merr vesh tani. Iku këtu tani po ta them këtu. Tani këtu të mora shembullin e një gjyqtari të cilin është profesionist. Ka një turm. Se duhet parë dhe ana tjetër e medaljes. Ka një turm të madhe gjyqtarësh të rinj dhe të vjetër që kanë ngelur në sistem, të cilët janë si kontrapedal, sepse duhet parë si njëra anë e medaljes, por duhet parë dhe ana tjetër më. Se ka ca gjyqtarë në gjykatën administrative o miku im të Tiranës që ta plasin buzën, kanë 2 vjet, 3 vjet me një çështje gjyqësore. Që ti shkruan letra për cektim datë gjyqi edhe nuk të kthejnë kurkush përgjigje. Lere prasaj në prokurori. A e diti që në kodin e procedurës penale, Andi, kur prokuroria nis një çështje gjyqësore se po ka dalë nga njëri kran ka në tjetër, po në të gjitha interesin e vet flasin për sistemi gjyqësor, kur në kodin e procedurës penale ti çdo 2 muaj, unë si avokat dhe zhlima aty po ashtu, ka të drejtën që ti kërkoj prokurorit të çështjes, le të themi memo se çfarë ka ndodhur me hetimin e dosjes në fjalë
gjatë kësaj periudhe kohore, 2 mujore. Unë duhet vijem si avokat mbrojtës, duhet të vijem në dieni të procedurës hetimore që ka bërë organi akuzës. Po, çfarë fazë është? Po. Në çfarë faze, çfarë ka bërë, çfarë është bërë. As edhe një herë. Fare? Por për një herë të vetme. Unë nuk mbaj mend që i kam bërë me qindra shkresa çdo lloj prokurori, nuk mbaj mend një herë mo, të dha kisha vendosur në kornizë një shkresë përcjellse të një prokurori që të më kthej përgjigje të më thotë, shiko, gjatë këtyre 2 muajve është bërë kjo. Dhe unë vazhdoj e di pse e bëj këtë. 1, sepse pastaj e kam marrën për të mbrojtur në gjykat, se unë e përdor atë gjë. Po. E dyta, sepse unë për nga natyra se si jam bërë, po dhe Zhlima, besoj domethënë, të paktën u themi atyre mos na merrni për budallim, mos kujtoni se ne nuk e njohim gjën. E qartë. Nar do rikthehem sërish se kjo që that domethënë që prokurorë, domethënë që jetojnë, që ti domethënë si palë mbrojtësi atij klientit mos ta dish se në çfarë faze është hetimi, kjo është domethënë edhe më llatarshme. Edhe un kam një rast, po ta them kështu, në prokurorinë e Lezhës. Po. Edhe kam këtu 3 vite që i çoj letër çdo 6 muaj, qëllimisht se un ja kam lënë pak dhe një afat për shkak se është hetim edhe nuk është me masë siguri këto. Dhe e njëjta përgjigje është, pra copy paste, ne po vazhdojmë me hetimet, po bëjmë këtë, po bëjmë atë. Pak në marrë ka një përgjigje nard. Po unë po marr një përgjigje. Apo e di çfarë bëj? Prit tani kush është sekreti. Se unë çdo 3 muaj i çoj një letër, po pastaj pas 6 muaj i çoj letrën që çova para 3 muajsh, ja bashkangjis dhe i them jeni detyruar të më përgjigjeni. E kupton çfarë tani? Prandaj them që kështu e bëj unë stilin, e kupton? I çoj një kështu fillimisht, pastaj ja marr atë, ja fotokopjoj, çoj tjetrën bashkangjitur. Po fshihet abuzimi në prokurori dhe gjykatat e rrethave. Në faktet nuk e shikon, këta janë tronditsa. Lër pyetje. Kjo është reforma në drejtësi. Po fshihet abuzimi në rrethe në prokurori dhe gjykata, mbas këtij suksesi të paktën të shfaqur të Spakun, po ta quaj sukses, në kuptimin Kush Spak? Reforma drejtësi, kjo se ka Spaku the apo Spak? Spaku. Ah, Spak, okay. Jo Tani, Spaku. Domethënë apo mbulohet, po fshihet abuzimi në rrethe, sa abuzim ka në prokuroritë e rrethave, gjykatat e rrethave. Një qytetar i cili nuk ka lidhje me gjyqësorin apo prokurorin, nuk mund të kuptoj çfarë i themin në këto momente. Duhet përplasesh që të kuptosh realitetin. Duke na dëgjuar, thotë ju e thoni qëllimisht sepse njëri ka një interes, tjetri me radhë me interesat e tjera. Kjo është interesante, por shpjegoj. E vërteta është që Spaku u bë si ajo lajmi i fundit. Po, është në fakt lajmi i fundit, çdo ndodhi. Që çdo aksion duhet të reklamohet sa më shumë sepse qytetarët duhet të kënaqen me lajmin e fundit, pra që është klikimi i fundit. Kjo është mënyra se si sot përfaqësohet lajmi dhe se si përfaqësohet drejtësia reale që qytetarët kërkojnë. Pikërisht me Spakun pra, apo bën lajmi i fundit që ju thoni që Spaku lajmi i fundit, ti s'marrin vesh gjë. Lajmi i fundit është dhënë edhe nga vetë ndërkombëtarët që thonë që ka shumë dosje të pashqyrtuara. Lajmi i fundit ishte që zoti Sadushi çdo vit del me një raport dhe thotë gjykata e lartë ka bërë kaq mospranim me rekursi. Ky është lajmi i fundit i dështimit të dosjeve në gjykatat e zakonshme. Pastaj, a erdhi Spaku për të justifikuar këtë dështim? Po. Dhe Spaku pikrisht është vendosur si lajmi i fundit për të hequr vëmendjen të gjithë qytetarët që reforma në drejtësi ishte vetëm për Spakun dhe jo për të tjerët. Këto kushte jemi. Po, këto kushte jemi. Pse? Sepse sot keni parë ju zotin Rama të thotë dështuam me reformën në drejtësi nga të gjitha hallkat? Jo, vetëm kur drejtësia e tij nëpërmjet Spakut shkon edhe troket tek dera e zotit Rama. Atëherë zoti Rama flet, por në asnjë moment zoti Rama nuk ka thënë që drejtësia që unë e reformova, se ne ja themi sa ai pas ka reformuar, kupton? Jo 140 deputet, së është krenaria e Partisë Socialiste të zotit Rama. Përderisa është drejtësia jote, derisa është Spaku jot, atëherë po drejtësia jote ka kaq shumë goditje brenda vetes sepse ka kaq shumë dosje që nuk japin rrugëzitje të qytetarëve shqiptar. Është shumë e thjeshtë. Po, një sekond, të rri pak te kjo që e bëre, domethënë për t'i dhënë një sens. Më falësh një sekond lutem. Po, vazhdo. Po. Okej. Po. Duhet ta vazhdoj atë që sapo tha sepse nuk dua që na shkasim pastaj nga pjesa e bisedës. Dëgjoj. E vëhu të re domethënë që Edi Rama mori një iniciativë
kimse dhe do të arrijë deri në fund. Binduni për këtë histori, mos keni domethënë dyshime, pikpyetje. Duke futur në lojë Sokol Sadushin për të bërë unifikimin e vendimit të unifikues për masat e sigurimit personal. Po, mbi bazën e rrezikshmërisë. Atë që thash, po. Tani, okay, unë dhe Zhlima, duke qenë mund të jemi subjektiv sepse jemi avokat, në fund ditës ne duam që klientët tanë mos rinë burgore. Ne këtu jemi. Po flasim për këtë histori. Edhe marrin të mirë domethënë që kjo lloj qasje e kryeministrit e gjykatës lart ka bon sens. Nuk po merrem as me idenë domethënë që por pse ndodhi tani më vëlla, sepse kemi 10 vjet që na do rryli fyti duke thënë që o zotri nuk mund ta futësh Robin Burg sepse ka bërë një garth. Nuk mund ta futësh për Robin Burg se s'ka paguar dritat. Dhe në ardhmënia e tij, në një dalje të fundit në një konferencë për shtyp thoshte unë s'kam thënë, ma gjini një herë të vetme. Kur kam thënë unë Burg për ata që s'paguajnë drita. Ai vazhdimisht e ka thënë. Jo që ka thënë, po e ka marrë në telefon atë dreqin në gjyqtarën e Kuksit dhe i ka thënë pse e xore këtë 73 vjeçarin ti nga burgu ku ai s'kishte paguar drita. Ky i paturp. Po pse e bën tani për shembull? Ç'a ndodhi Nard? Sepse halli është Belinda Balluku. Po? Halli është Erion Veliaj dhe këtu bindu për një sekond. Erion Veliaj në qoftë me 99.99% dhe këtë datë shuaj lan, dash mos e quaj lan, nuk është po shpikrokën. Në qershor del nga paraburgimi. Del nga paraburgimi në qershor. Po, më dëgjoj me kujtim, ndoshta edhe më përpara, për dy arsye. E para një herë që lidhet me vendimin unifikues, sepse vendimi unifikues që do dalin nga gjykata e lartë do t'i japin të drejtë gjithkujt që është në një mas sigurimi personal sot atje në burg, të ketë mundësinë domethënë për të kërkuar zëvendësimin e mas sigurimi me një mas tjetër më të ulët, që është arrest shtëpie ose detyrim paraqitje. Okej? E dyta, që është ajo kjo mund të duket qesharake, por këtu asnjë gjë nuk bëhet më kot, pra rastësore, lidhet me zonjën Ajola Xoca, e cila është në pritje të ëmbël dhe e din gjithë. Është dhe diku nga fundi majit qershor, ajo sill një jetë më duket se ka binjak, fëmijët, dhe kjo, sado qesharake që mund të duket, kemi për ta parë që kështu do jetë një shkak që Erion Veliaj si babai atyre fëmijëve të shkojnë në gjykatë të kërkojnë një mas sigurimi më të ulët për të ndihmuar bashkëshorten e tij me fëmijët e vegjël, sepse këta s'kan as mundësi. Kjo dyta është anë natyrore e gjës, ndërsa e para është iniciativë ligjore politike. Ajo e para është e marr mend dhe një lajm, po unë kam edhe një klient që te e dyta ne do shtojmë se s'kemi mundësi. Te e para s'kemi fëmijë. Më dëgjoj. Ke dy raste, Lulzim Berisha dhe Sajmir Taji, po merrem me Lul Berishën, po Sajmir Taji për çfarë doli nga burgu? Doli nga burgu që të ndihmonte gruan e vet, sepse nuk arrinte dot të bënte punë të shtëpisë, po e bëjmë banale historinë. Po klienti im nuk ka, zoti Meta nuk ka grua. Ti mos fol se ti nuk e ke drejtë të fjalës. Ka presidenti këtu është në hall për këtë pjesë. Të lutem tani, më falësh se e zgjata. Pra, e kuptove se për çfarë po flas, domethënë ky do këtë. Në ndërkohë, ajo që do duhet të bënte kjo qeveri, në qoftë se realisht kishte bon sens për qytetarin, do duhet të rlinte pa vjedhur 1 kilometër rrugë. 1 kilometër rrugë me standardet e kësaj qeverie, po flas gjithmonë, 1 kilometër rrugë me standardet e kësaj qeverie është 25 milionë euro. Kaq duhen Nandi? Kaq duhet 25 milionë euro për të ulur stokun e dosjeve në të gjitha gjykatat e Republikës së Shqipërisë. Dhe do ta them si në dy fjalim. Do mjaftonte sot se ti nuk bën dot gjyqtar dhe prokuror me zor, po sidomos gjyqtar, ti bësh me vrap. Nuk i bën dot sepse ka procedurë gjithë historia. Por ama ti ke një trup të madh juristësh dhe avokatësh, aq sa neve deri para pak kohësh e thoshim dhe me kështu me sarkazëm e ironi. Qa punë bën ti kamarie, po mirë, juridikun pas ka marruar edhe ti, e ke parasysh? E vërtet, po. Kishte të gjithë ishin jurist, po punonin kamarie. Pra ti ke një trup të madh njerëzish, të cilët mund t'i marrësh këshilltar ligjor.
Dhe për të mos I hyshur këta njerëz, domethënë që të kenë edhe ambicie të mëdha, po e patën aq më mirë, po e themi mos, le bën me kontratë pune 2 vjeçare, 1 vjeçare, 2 vjeçare, u jep një rrogë dinjitose, 2.5 milion lek në muaj, dhe unë të siguroj që këta 400, 500 këshilltarë ligjor që ja vite nga mbas gjyqtarit për të hapur dosjen, për ta përgatitur, për ta arsyetuar, për ta rregulluar, do bënte të mundur që të binte në mënyrë drastike ajo, le themi, stoku I dosjeve. Dhe kjo do duheshe për 2 vite, 3 vite, jo më shumë. Dhe kosto e këtyre, me llogari, jo kështu kot, nuk shkon më shumë se 25 milion euro në vit. Pra ti mendon që shteti shqiptar 25 milion euro I ka problem, domethënë për të ulur, për të çuar drejtësi në normat e Bashkimit Evropian? Jo, nuk ka problem. Fjala jote në Francës. Fjala jote në qeverisë. Në normat e Maqedonisë Veriut të burr. Fjala jote në vesh të qeverisë Nard. Shkurtimisht, pyetje fundit për të kaluar te çështja tjetër. Kolegu ti them që zotit Meta, ne nuk kemi grua në kuptimin që ai është I divorcuar. Fëmijë nuk kemi se si të lindim. Si liron Meta. E liron Meta me këtë sa dushit dhe është me manualin. E liron me këtë të sa dushit me vendimin që për shkak të rrezikshmërisë personit. Nuk e di, unë them vërtet. Unë nuk marr lajmin e fundit të kolegut, unë uroj që të jetë kështu si thot kolegu, se do thot drejtësia që ka me regji, por e vërteta është që zoti Sadushi duhet ishte zgjuar më përpara kur Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut ka dalë mbi masat e sigurisë për disa individ dhe ka thënë që masat janë ekstreme. Ne të marrim me rastin e fundit zotit të Gëllçi që ishte një ndër goditjet më të mëdha sepse ishte pikërisht kjo godina këtu që u godit nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut, por ajo çfarë bëri zoti Sadushi për mendimin tim ishte zgjatimi I grupit parlamentar socialist, pse sapo zoti Rama doli foli, zoti Sadushi aplikoi nenin respektiv të kodit të procedurës penale, duke këftuar kolegjin e bashkuar që të bëjë një rishikim të vendimarrës së 2011-s. Unë uroj që drejtësia të jetë e pavarur, por duke qenë në këto fakte që ne, sapo ju citova, ne si qytetari shikojmë vazhdimisht, nuk besoj se është një drejtësi e pavarur dhe bie dakord pjesërisht me kolegun që mund të jemi të ky skenari I famshëm që zoti Veliaj të përfitoj, por se pikërisht jemi jo të drejtësia e pavarur e paanshme, jemi të drejtësia e cila në fund fare përfiton ai I cili ka akoma pushtetin dhe pikërisht sot pushtetin e ka Partia Socialiste zoti Rama dhe sot gjyqësori jon është në varësi të partisë në pushtet. Jemi pikë të hallit? Me drejtësinë në raport me qytetarët? Ne kemi qenë gjithmonë në pikë të hallit sepse drejtësia në Republikën e Shqipërisë është ndërtuar mbi perceptimin publik dhe jo mbi faktet dhe provat, sepse në fund fare gjykata duhet të gjykojë mbi provat dhe jo mbi perceptimin publik. Në rast se ne marrim në referencë rastet e arrestimit në burg ose më mirë të masave të sigurisë, gjykatësit bëjnë noterin e prokurorit, pra janë kthyer dhe konvertuar si do të thoja gjyqësor notarial ose noter gjykatës, duke marrë gjithmonë afërmendësh kërkesën e prokurorisë dhe duke e normuar dhe duke vendosur në vendime gjyqësore të parsyetuara në kurrizë dhe në dëm të buxhetit të shtetit, sepse një paraburgosur sot mbahet me kosto dhe buxhetin e shtetit. As prokuroria, as gjykatat nuk kanë mbrojtur në një farë mënyre interesin publik që është dhe buxheti I shtetit shqiptar. Okej, faleminderit Zhlima. Okej, duhet të ndalemi në një tjetër moment. Do flasim për takimin që ka bërë ambasada amerikane gjatë javëve të fundit dhe ka disa arsye kryesore. Kalojmë me siglën dhe rikthehemi për diskutim.